إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku në hijen e serialit pastruesit e mëkateve, pastruesit e gjunaheve, pastruesit e gjitha atyre gabimeve që ne i bëjmë dhe i kemi bërë në të kaluarën, mundësi të ndryshme për secilin besimtar, për secilin musliman, që t'i lanë, që t'i shlin, që t'i fshin gabimet e tij. Me lejen e Allahut azza wa jall kemi përmend disa prej tyre, disa pastrues që nëse ne i veprojmë, nëse ne i realizojmë në jetën tonë, gradualisht nëpërmjet tyre ne pastrohemi prej gjunaheve tona. Derisa kemi arrit në një pastrues, në një ibadet të rëndësishëm, në një adhurim të madh në jetën e besimtarit, i cili është sadakaja për hir të Allahut azza wa jall. Ai i cili jep sadaka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dhe sadakaja e shuan mëkatin, e shuan gabimin, siç e shuan uji zjarin. Pra nëpërmjet sadakas që jep besimtari, i pastron, i shlin, i fshin shumë gjunahe të tij dhe vazhdimisht çdo herë që njeriu ban gabime, çdo herë që njeriu ban gjunahe, është mirë që pas tyre të ban vepra të mira, pas tyre të ban ibadete që nëpërmjet atyre ti pastron gjunahet e tij. E në mesin e atyre është mundësia që të jep sadaka për hir të Allahut azza wa jall. E nëse jep sadaka, çfarë sadakaje? Çfarë do mundësie që ka njeriu të jep, qoftë ajo edhe uji. Nëse jep edhe uji njeriu, sadaka për hir të Allahut azza wa jall, nëpërmjet kësaj sadakaje i fshihen atij gjunahet. Kështu ndodhi me një njeri për të cilin na lajmëroi, na njoftoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një njeri i cili ka qenë para këtij ummeti, ishte etur shumë, ishte ngjit goja, ishte tha pështima. Ky njeri kishte nevojë për ujë, ecë rrugës dhe pret ku ndoshta do të gjen ujë, derisa arrin afër një bunari, afër një pusi. Kur arrin tek ai bunar, zbret në te, pi ujë edhe del prej atij bunari. Mirë po, në momenti që mbrin në dalje të bunarit, e sheh aty afër bunarit ka ardhur një qen, i cili është etë shumë, i cili është ngjit, i cili është tha për çfarë? Për ujë. Ky njeri, duke dal nga bunari, e sheh qenin dhe thot me vete, edhe ky është etë ashtu siç isha unë më herët, edhe ky ka nevojë për ujë ashtu siç kisha nevojë unë më herët. Çka ban? Zbret përsëri.
Subhanallah, këte ne përshkruan kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zbret ky njeri përsëri në bunar, që të merr ujë. Me çfarë? E nxjerr këpucën e tij, e mbush me ujë, e merr atë në gojë, e mban këpucën me gojë, me ujin në te, dhe mbahet që të del nga bunari deri lart. Këtë mund, këtë sakrificë për çfarë? Për një qen. Subhanallah, del në fund të bunarit, e merr këpucën, i jep ujë qenit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, këtij njeriu Allahu i afali gjunahet. Subhanallah, me i dhon ujë qenit. Po me ju dhon ujë njerëzve, me ju dhon ujë besimtarve, me ju dhon ushqim nevojtarve, me ju dhon tesha, me ju dhon veshje jetimve, fukarave, me azgjat dorën vëllau, me ndihmu njëri tjetrin. Sa shpërblimi i madh. Andaj në përmjet sadakas njeriu mund të pastrohet nga shumë gjunahe që i ka bë në jetën e tij. Bile njeriu mund të shpërblehet në ditën e gjykimit nëse ka dhënë sadaka, edhe nëse ka gabuar. Ka dhënë sadaka mirë, po ka gabu. Në çfarë mënyre? E ka gabuar vendin, e ka gabuar personin, e ka gabuar njeriun. I është dhënë sadaka atij që nuk e meriton sadakan. Në sa raste ndoshta dikush prej neve mundohet, don që të jep sadaka, kujt me i dhon? Dhe ndoshta jep dikujt me mendimin e mirë për ta ndihmuar atë, ma vonë kupton që pa ai nuk e meriton sadakan. Ky njeri ka shpërblim nëse është munduar që t'ja qëllon, ky njeri ka shpërblim të Allahu Azza wa Jall. Ky është munduar që t'ja gjin vendin, edhe nëse ka gabuar. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një njeri i cili kishte vendosur që të jep sadaka. Del që të jep sadaka, dhe njeriu e parë që e sheh në rrugë, o ti filan, urdhëro, këto janë sadaka për hir të Allahut Azza wa Jall, merri ato. I merr njeriu edhe largohet. Dhe ky elhamdulillah e kreu, e çoi në vend një lloj obligimi, një lloj ibadeti. Ditën e nesërme del në përvendin e tij që të ecë mirë, po i dëgjon njerëzit duke biseduar, duke folur. Mbrami është dhënë sadaka një vjedhësit, një hajnit, edhe vjedh, edhe me i dhënë sadaka, dhe njerëzit flasin dhe ky e dëgjon. Subhanallah, unë i dhash sadaka, ama bash vjedhësit nuk bëhet rahat, nuk qetësohet. Ndoshta sadakaja ime nuk është pranuar se e kam dhënë në vendin e gabuar. Në ditën tjetër del dhe e sheh një grua. Kjo grua, këtu ma let, këtu ma sigurt. Grua, rasti i saj mund të jetë ma i vështirë, mund të ketë ndonjë gjendje. I jep asaj sadaka për hir të Allahut Azza wa Jall. Ditën e nesërme, duke ecë rrugës, i dëgjon njerëzit duke fol, duke biseduar në mesin e tyre. Mbram dikush i ka dhënë sadaka një zinaqares, një lavires. Ajo e shet nderin e vet, përsëri asaj me i dhënë sadaka. Subhanallah, lavires, habitet ky njeri, nuk qetësohet në brendin e tij, do dalë edhe nesër. Ditën e tretë ndoshta do t'ja qëlloj personit të duhur. Del ditën e tretë dhe e sheh një njeri, i azgjat dorën, i jep një lloj sadakaje që e ka caktuar dhe largohet. Ditën e nesërme, duke kaluar rrugës, i dëgjon njerëzit duke thënë, mbram dikush i ka dhënë sadaka një të pasurit. I pasur njeriu, i ka kushtet, i ka gjithat mirat. Bash ati me i dhënë sadaka, dikush mbram ati njeriu i ka dhënë sadaka. Thot subhanallah, ja Rab, habitet ky njeri. Një nat vjedhësit, një nat zinaqares, një nat tjetër të pasurit.
sadakaja ti nuk e gjen vendin e duhur, mendon që ditën e nesërme të del përsëri të jep sadaka për hir të Allahut Azza wa Jall, deri ta çon në vend ibadetin që e ka bën një jetë. Mirë, po në atë natë pasi bie të pushon, e sheh një ëndër ku ati i thuhet: o ti filan, i ke dhënë sadaka vjedhësit, dhe ndoshta ai pas asaj sadakaje do të pendohet, nuk do të vjedh ma. Po pse të vjedh? Por derisa ka njerëz, ka musliman që i ndihmojnë atij, ai prej atij momenti ndoshta ma e le vjedhjen. Sadakaja jote ka shkuar në vendin e duhur. Ajo grua e cila e ka shit nderin për pasuri, ajo prej asaj dite ndoshta ma pendohet dhe pse ta shet vetveten, pse ta merret në përkam, pse ta shet nderin e saj përderisa ka musliman të cilët me zekat, me sadaka, me ndihma, me zgjatje të dorës do ta ndihmojnë, do ta mbrojnë atë. Ajo ndoshta ma pendohet. Dhe i pasuri, i cili e ka marrë sadakan tënde dhe vetë nuk ka dhënë, dhe tash e sheh, një njeri më jep mua sadaka, unë jam më i pasur se ai, ky më jep mua e unë mos t'jap, pendohet dhe fillon edhe ky të jep sadaka. Andaj kjo sadaka e ti është e pranuar, edhe nëse nuk qëllohet vendi i duhur, mirë po merren të gjitha shkaqet, ajo sadaka arrin, ajo sadaka vlen, ajo sadaka është e pranuar insha Allah te Allahu Azza wa Jall. Andaj njeriu i cili jep për hir të Allahut Azza wa Jall është i shpërblyer çdo herë. Njeriu i cili jep për hir të Allahut Azza wa Jall është i shpërblyer çdo herë. Ndërsa sadakaja më e mirë në jetën tonë, në jetën e njerëzve, është në dy raste. Kur është sadakaja më e mirë për secilin prej nesh? Sadakaja më e mirë është në dy raste. Rasti i parë, sadakaja më e mirë është kur njeriu e jep atë, e jep një gjatë të cilën e don mas shumti. Me dhon sadaka një gjatë të cilën e don, të cilën e dëshiron për vete, të cilën e pëlqen shumë, atë me dhon sadaka. Kjo është nga sadakaja më e lavdruar. Gjithashtu, nga sadakaja më e lavdruar është kur njeriu jep ndërsa ka nevojë për vete. Subhanallah. Dhe kjo është e rëndë, dhe kjo është e vështirë. Këtë e ban vetëm imani në Allahun Azza wa Jall. Njeriu ka nevojë për vete, ndërsa jep sadaka për të tjerët. Po ti s'ki për vete. Ti për veten tënde nuk ti ki nevojë ty me dhënë, ti ngritesh edhe jep. Ky njeri e ka shpërblimin e madh të Allahu Azza wa Jall. Ai i cili ka nevojë vet, ama jep për hir të Allahut Azza wa Jall. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: një dirhem i ka kaluar 100.000 dirhemve. Një dirhem i ka kaluar 100.000 dirhemve. Si kur sot të themi 1 euro. 1 euro i ka kaluar 100.000 eurove. Thanë, si ja Rasulallah, 1 euro edhe 100.000 euro, po nuk krahasohen. Ai i cili jep 1 euro dhe ky i cili jep 100.000 euro, cili ka dhënë më shumë? Po nuk ka fjalë. Cili e ka shpërblimin më të madh? Po nuk ka diskutim. 100.000 euro. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, jo, ajo një i ka kaluar. Si ja ka kaluar? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dikush i cili i ka vetëm 2 dirhem. Ai i cili i ka vetëm 2 dhe ka dhënë një, ka dhënë më shumë se sa ai i cili ka pasuri të madhe dhe shkon dhe i merr 100.000 dirhem dhe i jep për hir të Allahut Azza wa Jall. Ky ka dhënë më pak se ky ka shumë, por atë 100.000 dirhem nuk janë shumë, ama ky që i ka vetëm 2 dhe e ka dhënë një, sa ka dhënë ky? Ky e ka dhënë gjysmën e pasurisë së tij. Dhe kështu vlerësohet dhe kështu shpërblehet njeriu te Allahu Azza wa Jall. Ai i cili jep për hir të Allahut, e mos flasim
kur Allahu i jep bereqet dhe e shton dhe e rrit atë sadaka, ashtu si që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu ndoshta e jep një, Allahu e shton, Allahu e shumë fishon. Ka njerëz që do dalin para Allahut azza wa jall, do t'i gjejnë në librat e tyre, në fletoret e tyre të regjistruara sadaka sa kodrat, sadaka sa malet, pasuri e madhe që e kanë dhënë për hir të Allahut, dhe ndoshta e sheh njeriu librin e tij dhe gjithë këto sadakaja të mëdhaja të shumta, unë nuk i kam dhënë këto. A është ky libri im ajo? Unë nuk kam dhënë ka shumë sadaka. Allahu azza wa jall e ka shtuar, e ka shumë fishuar shpërblimin tan. Ti ndoshta e ke dhënë një, mirë po Allahu azza wa jall të shpërblen me shumë. Andaj ai i cili jep për hir të Allahut azza wa jall, të mirat e tij në dunja janë shumë. Derisa Ibn Qayyim al-Jauzi rahimullah tha, të mirat e sadakas nuk kemi mundësi t'i numrojmë. Sa janë të mirat e sadakas? Nuk kemi mundësi t'i numrojmë. Ne mund t'i numrojmë disa, mirë, po ato janë aq shumë sa që ne ndoshta nuk mund t'i numrojmë. Të mirat e sadakas janë shumë. Në dunja, Allahu azza wa jall ta zgjeron zemrën, Allahu ta zgjeron gjoksin, Allahu azza wa jall ta qetëson zemrën, Allahu ta shton rizkun, Allahu ta shton bereqetin, Allahu t'i largon sprovat, Allahu t'i largon smundjet, Allahu ta largon kopracin, Allahu ta largon zilin, Allahu të jep të miran këtë dunja. Mos flasim pastaj që shpërblimi më i madh për njeriu është në ahiret. Të mirat e dunjas janë shumë, mirë po shpërblimi më i madh i njeriu është në ahiret. Kur dalim para Allahut azza wa jall, ai i cili ka dhënë sadaka, si do t'jetë gjendja e tij? Ai i cili ka dhënë sadaka për hir të Allahut azza wa jall, këtu duhet të përjashtohet, kjo duhet të nënvizohet. Ai i cili ka dhënë jo për hir të Allahut, ai në dunja nuk i arrin të mirat që i arrin sadakaja, mirë po edhe në ahiret ai është i rrezikuar. Pra ne flasim për atë i cili jep për hir të Allahut, dhe nuk flasim për atë i cili jep për të mburur, për të lavdruar, për t'ia bërë të tjerët muhabetin, për të thënë a e di sa ka dhënë filani, e mos flasim kur ai të thotë sa kam dhënë une, sa kam ndihmuar në xhami, në shkolla, në spitale, jetima, nevojtar. Kur të fillon ai të lavdrohet, ajo ma nuk ka asgjë. Ai i cili jep sadaka për hir të Allahut, e ai i cili jep për ta lavdruar njerëzit në ditën e gjykimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, 3 grupe me të cilët do të fillon zjarri i xhehenemit. Ai është në rrezik, ai i cili nuk e ban ibadetin, nuk e ban veprën, nuk e ka qëllimin për hir të Allahut azza wa jall. 3 grupe me të cilët do të fillon, do të ndizet zjarri i xhehenemit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pari i tyre shahidi, i cili në realitet nuk është shahid, ai i cili ka vdek jo për hir të Allahut, ka luftuar jo për hir të Allahut. I dyti, ulema, hoxhallar, lexues të Kur'anit, dietar, të cilët nuk kanë punuar, qëllimi i tyre nuk ka qenë për hir të Allahut, qëllimi i tyre ka qenë fama, pozita, emri, lavdratat e njerëzve e kështu me radhë. Dhe i treti i tyre, ai i cili ka dhënë në dunja shumë, në realitet ka dhënë shumë, mirë po para Allahut azza wa jall, Allahu do të urdhëron këta njerëz të hudhen në xhehenem. Secili prej tyre do të arsyetohet, o Zot, ja Rabb, unë e kam bë këtë dhe këtë për hir tëndin. Allahu azza wa jall thot, kadhabt, po gënjen, po rrin, se ti në realitet nuk e ke bë për Allah. Ti ke dhënë, është realitet që ke dhënë. Mirë po ke dhënë që të lavdrojnë njerëzit. Dhe njerëzit në dunja të kanë lavdruar. Dhe atë që e ke kërkuar në dunja, e ke marrë në dunja. Për në ahiret,
për në ahiret nuk ka mbet asgjë. Andaj ai i cili nuk e ban ibadetin për hir të Allahut, ibadeti i tij nuk vlen, jo që nuk vlen, rrezikohet në ditën e gjykimit. E ai i cili jep për hir të Allahut, qëllimi i tij është i sinqert vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Cili është shpërblimi i tij? Shpërblimi i tij është i madh tek Allahu Azza wa Jall. Nëpërmjet sadakas njeriu do të ketë mundësi që ta mbron veten, që ta ruan veten nga zjarri i xhehenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: do të del njeriu në ahiret, do të del njeriu para Allahut Azza wa Jall, do t'i flet Allahu atij në mënyrë direkte, pa përkthyes. Do t'i flet Allahu Azza wa Jall atij pa përkthyes, do të merret në llogari. Do të sheh njeriu nga ana e djathtë, do t'i sheh veprat e tij. Do të sheh nga ana e majt, do t'i sheh veprat e tij. Do të sheh përpara, nuk do të sheh përveç zjarit të xhehenemit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fattakun nar walau bi shiqqi tamra." Ruajeni veten, mbrojeni veten prej zjarit të xhehenemit. Me çfarë? Qoftë edhe me gjysmë hurme. Mbroje vetveten nga zjarri i xhehenemit, qoftë edhe me gjysmë hurme. A e ki një gjysmë hurme me dhon? Gjysmë hurme. A e ki me dhon? Po. A e ke dhon për hir të Allahut Azza wa Jall. Mbroje veten, shpëtoje veten nga zjarri i xhehenemit, qoftë edhe me gjysmë hurme, me dhon sadaka për hir të Allahut Azza wa Jall. Kur kemi me dhon edhe kur nuk kemi. E çka do të jep ai i cili nuk ka, aty kthehemi te sadakaja më e lavdruar. Ai i cili jep edhe kur nuk ka. Nuk është patjetër me dhon me ndërtu një xhami, po unë nuk kam me ndërtu xhami. Me ndërtu një spital, po unë s'kam me ndërtu spital. Me ia dhon 20.000, 30.000 euro një të sëmurit për një operacion, po unë nuk kam me dhona. Me ia ndërtu një shtëpi, një fukaras, një nevojtarit, po unë shtëpin time s'muj me ndërtu, me regullu. Me dhon, ka mundësi me dhon edhe pak, të Allahu të vlen shumë. Kështu ndodhi me një prej sahabeve, i cili e priti mysafirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para mendojeni çfarë njerëz ka pasur në atë kohë. Ka dhe sot, elhamdulillah, musliman të mirë, të shumt, mirë, po a jemi ne prej tyre? Një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mysafir. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij nuk kishte asgjë. I tha bashortes vet: "A kemi diçka për mysafirin?" "Nuk ka, ja Rasulallah, vetëm ujë." Subhanallah, para mendojeni gjendjen. Nuk ka në shtëpinë toj, vetëm ujë. Shiko te shtëpia tjetër, te bashortja tjetër: "A kemi diçka?" "Ja Rasulallah, vetëm ujë." Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "A ka dikush që e pret mysafirin tim?" Një sahabi u ngrit edhe tha: "Unë ja Rasulallah, unë do ta marr në shtëpi, do ta pres mysafirin." E mori në shtëpi. Kur u kthyi, i tha bashortes: "A kemi diçka për mysafirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam?" Bashortja tha: "Nuk kemi përveç se ushimin e fëmijëve. Ushimin që e kam bë gati për fëmijët, vetëm ai ushqim është. Tjetër s'kemi asgjë." Shikojeni sahabiu, shikojeni kur flet imani, shikojeni si vini idejat kur njeriu shpirtin e ka të lidhur me ahiretin, me xhenetin. Këto ideja në sa raste nuk na vijnë neve, nga se idejat vijnë kur njeriu mendon për një gjë, kur njeriu synon në një gjë, kur njeriu don të arrijë një gjë, vijnë idejat nga gjitha anët. Mirë, po për të arritur në këtë ide duhet të ketë njeriu qëllim të lartë dhe synim të artë. Ky njeri tha: "Fëmijët vëndoj në gjumë, fëmijët let flenë, sonte le ta kalojnë ashtu, pa ushqim fare,
Këtë ushqim do të ndajmë për misafirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fëmijët le të flenë. Vendoje sofrën. Në momentin që do të ulemi me ngran, ndale llambën. Ato llambat e vjetra që kanë qenë, i kemi mri edhe ne, që i kemi dhez, është harxhu, është ndale llambën, kinse është harxhu dhe nuk duket. Fëmijët flenë, vendohet sofra, paraqitet ushqimi, ulet mysafiri, ulet i zoti i shtëpisë, ndalet llamba. U harxhu dhe ma nuk duket. E atëherë mysafiri do të hanë, i zoti i shtëpisë do të prek me lugë, kinse edhe ai është duke ngran, deri kur të ngihet mysafiri. Subhanallah. Mysafiri hangri, i zoti i shtëpisë jo, e zoja e shtëpisë jo, fëmijët jo, mirë po mysafiri u nderua. Ditën e nesërme, ky njeri e takoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu është habit me ju. Allahu është habit me ju, me atë që ju e keni bë mbram. Me atë nderim të misafirit, pastaj zbriti ajeti ku Allahu azza wa jall tha: wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ata e lën veten keq. Edhe vetveten e lën keq vetëm për ta ndihmuar dikant tjetër. Ky është ai shpirti i lartë. Ky është ai shpirti i pastër. Ky është ai i cili është në gjendje me dhon, edhe veten me lën keq, edhe fëmijët e tij vetëm mos t'i lën ata fëmijët jetim, e ata fëmijët nevojtar mos t'i lën në gjendje të vështirë. Ai i cili jep për hir të Allahut, ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Rujeni veten nga zjarri i xhehenemit, qoftë edhe me gjysëm hurme. Pra ai i cili jep për hir të Allahut do ta mbron vetveten në dunja, do ta mbron vetveten edhe në ditën e gjykimit nga zjarri i xhehenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: në ditën e gjykimit 7 lloje të njerëzve, 7 grupe të njerëzve do të jenë nën hije, në atë ditë që nuk ka hije. Në ditën e gjykimit nuk ka hije. Mirë, po 7 grupe të njerëzve do të jenë nën hije. Nën hijen e arshit të Allahut azza wa jall, në mesin e tyre ai i cili ka dhënë për hir të Allahut, ka dhënë me dorën e djathtë, e ka fsheh atë, mos ta kupton as dora e majt. Ai i cili ka dhënë sadaka për hir të Allahut, ai i cili ka dhënë sadaka jo për të mburur, jo për të lavdruar, jo për të krenuar, jo për të reklamuar, ka dhënë sadaka vetëm për hir të Allahut azza wa jall, ai njeri do të jetë nën hijen e arshit në ditën e gjykimit. Dhe hadithi i fundit për sonte, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në mesin e dyrëve të xhenetit të njohura, një prej dyrëve të xhenetit është dera e sadakas. Ai i cili jep sadaka në ditën e gjykimit do t'i hapet kjo derë e xhenetit, siç është dera Rayyan, dera e agjëruesve, gjithashtu është edhe dera e sadakas, dera e sadaka dhënësve. Ata që japin sadaka në ditën e gjykimit do të mbrohen nga zjarri i xhehenemit, do të hinë në hijen e arshit, do t'ju hapet atyre dera e sadakas. Ku janë ata që kanë dhënë sadaka për hir të Allahut azza wa jall? Do të hapet kjo derë, do të hinë ata që kanë dhënë sadaka dhe do të mbyllet kjo derë. Nuk hinë nga kjo derë e xhenetit, por veç atij i cili ka dhënë për hir të Allahut azza wa jall. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që pasurinë tonë e fitojmë me halal. Familjet dhe fëmijët tanë i ushqejmë me halal. Jetën tonë mundohemi që ta kalojmë me halal. E pasurinë tonë e shfrytëzojmë aty ku është halal. E pasurinë tonë e shfrytëzojmë aty ku Allahu azza wa jall është i kënaqur. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që kur të dalin në ditën e gjykimit
të ju hapet atyre dera Rayyan. Allahu të na ban prej atyre që kur dalin në ditën e gjykimit të ju hapet dera e sadakas. Allahu të na ban prej atyre që në ditën e gjykimit do t'jenë në hijen e arshit. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu ibadetet tona të ne pranon. Allahu të ne pranon agjërimin ton, namazin ton, zekatin ton, sadakat tona, hatmet tona, lutjet tona, gjitha ibadetet Allahu të ne pranon. Gjunahet tona të ne fal dhe të ne pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.